Mjeku jep urdhër kurrë mos pini kafe nëse vuani nga këto 4 sëmundje. Kafeja është e pasur me antioksidant dhe përfitimet që merr trupi juaj janë të shumta. Zvogëlon gjithashtu rrezikun e sëmundjeve të këqija, demencës, diabetit dhe mbron nga obeziteti. Konsumimi sistematik i kafes është i lidhur gjithashtu me një rrezik të reduktuar të humbjes së jetës në mënyrë të parakohshme. Si burrat, ashtu edhe tek gratë, ka edhe disa rrethana të cilat duhen shmangur. Pirja e kafes së nxehtë dhe pijeve të nxehta në përgjithësi është zbuluar se rrisin rrezikun e sëmundjeve të ezofagut sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Shtimi i qumshtit nuk mjafton për të sjellë temperaturën e kafes në nivelet ideale. Kur ndiheni sikur nivelet tuaja të energjisë po bien, në vend që të pini kafe, bëni një sëgjum të shkurtër për 20 minuta. Do të kapërceni simptomat e mungesës së gjumit dhe trupi juaj do të jetë më vigjilent, më mirë se sa të pini kafe. Pirja e kafes në orën 6 të mëngjesit nuk e ndihmon trupin që të rrisë nivelet e energjisë. Pasi 2 orët e para pas zgjimit, nivelet e kortizolit janë në nivelin më të lartë. Ekspertët thonë se koha më e mirë për të pirë kafen është ora 10 deri në 12, kur nivelet e kortizolit fillojnë të bien dhe ju keni nevojë për energji. Kafeina në kafe, si edhe në çaj, pije jo alkolike dhe çokoladë, stimulon lirimin e kortizolit, hormoni i stresit dhe adrenalinës, të cilat shkaktojnë presion të lartë të gjakut dhe rrahje të zemrës. Konsumimi i kafeinës mbi 2000 mg mundet që të shkaktojë pagjumësi, dridhje, frymëmarrje të shpejtë, stres, presion të lartë të gjakut dhe njëkohësisht nervozizëm. Ndërkohë, është vërtetuar se kafja mund të zvogëlojë rrezikun e zhvillimit të disa llojeve të sëmundjeve të zemrës dhe madje mund të ndihmojë edhe në humbjen e peshës, por në disa njerëz rezultati do të mungojë dhe mund të ketë pasoja negative me marrjen e kafeinës. Ja kush duhet i kushtojë vëmendje pirjes së kafes, njerëzit të cilët vuajnë nga sëmundjet inflamatore të zorrëve. Kafeina mund të përshpejtojë tretjen dhe gjithashtu të rrisë shanset për diarre, e cila është një nga simptomat më kryesore të sëmundjes inflamatore të zorrëve, shpjegon kështu dietologja Angel, duke shtuar se është e mençur të shmangni pirjen e kafes në qoftë se vuani nga sindroma e zorrëve të irrituara. Nëse keni glaukoma, presioni intraokular mund të rritet tek persona të cilët kanë glaukoma dhe kur konsumojnë kafe, nëse duhen besuar këto studime. Prandaj ekspertët këshillojnë që të reduktohet marrja e kafeinës, por edhe të shmanget. Nëse keni një fshiks tepër aktive, të gjithë e dimë se është më mirë të mos pini një filxhan të madh kafe përpara një udhëtimi të gjatë, veçanërisht nëse nuk mund të shkoni lehtësisht në tualet. Marrja e kafeinës vetëm sa mund të përshpejtojë punën e fshiksës, prandaj juve do t'ju duhet që të urinoni akoma edhe më shpesh. Ndërkohë, nëse nuk pini kafe shpesh, mund të jeni shumë të ndjeshëm ndaj kafeinës. Persona të cilët të vuajnë nga sëmundjet e zemrës, duke qenë se kafeina mund të shkaktojë një rritje të menjëhershme të presionit të gjakut dhe të përshpejtojë punën e zemrës, është e rëndësishme që çdo person i cili ka probleme me zemrën të jetë i kujdesshëm dhe të flasë me një mjek se sa kafe mund të pi. Ndërkohë, edhe gratë shtatzëna duhet që të reduktojnë pirjen e kafes. Shoqata Amerikane e Ginekologjisë këshillon që gratë shtatzëna të mos pinë më shumë se 2 filxhan kafe në ditë për të reduktuar rrezikun e abortit dhe lindjes së parakohshme. Megjithatë, një studim i publikuar vitin e kaluar thotë se nuk ka sasi të sigurt kafeje për gratë shtatzëna
dhe se çdo grua shtatzën duhet të flasë me ginekologun e saj se sa kafe mundet të pi. Nëna gjithënse, duke qenë se kafeina është një stimulues dhe diuretik, është e mundur që një nënë e cila ushqen fëmijën me gjë të vuajë nga dehidratimi. Prandaj, ekspertët kanë këshilluar se kafeina duhet të shmanget në këtë fazë ashtu si edhe në shtatzani. Ndërkohë, këtu ne do t'ju tregojmë shenja të cilat paralajmërojnë se ju po e teproni me pirjen e kafes. 50% e popullsisë amerikane konsumon kafe, mesatarisht një person pi 3.1 filxhan kafe në ditë dhe kjo thjesht dëshmon se bota jonë moderne nuk mund të jetojë pa këtë pije magjike. Madje është bërë një kulturë, por përveç efekteve pozitive, ka edhe disa anë të saj negative për të cilat të gjithë duhet të jemi të vetëdijshëm. Ju mund të keni probleme me stomakun. Kafeja në të vërtet ka një efekt laksativ. Ajo lëshon një hormon që bën stomakun tuaj të përshpejtoj aktivitetin në zorrën e trash. Pirja e tepërt e kafes mund të çojë në një jashtëqitje të lirshme dhe madje edhe në diarre. Përveç kësaj, kafeja promovon zbaticën gastroezofageale. Nëse keni ndonjë problem me stomakun tuaj, është më mirë që ju të zvogëloni konsumimin e saj. Mund të ndiheni të lodhur të nesërmen pasi ju të keni pirë kafe. Kafja stimulon sistemin tuaj nervor për shkak të përmbajtjes së kafeinës dhe ajo gjithashtu përmirëson performancën tuaj fizike me 11 deri në 12%, por ka një anë të keqe. Adenozina, një element kimik i cili gjendet në kafe, së pari rritet dhe më pas bie. Disa studime vënë re se pasi të keni pirë shumë, ju mund të ndiheni të lodhur dhe mund të bini në gjumë. Mund të keni ankth, në qoftë se ju konsumoni doza të mëdha të kafes për çdo ditë, kjo mundet që të çojë në ankth dhe në nervozizëm. Kafeja gjithashtu është një shkas për çlirimin e adrenalinës, e cila mund të ndikojë edhe në sjelljen tuaj. Nëse vëreni se jeni bërë shumë nervoz, është një ide e mirë të përpiqeni dhe të kontrolloni konsumimin e kafes. Keni filluar që të përjetoni pa gjëmsi. Kafeina ju bën ju të qëndroni zgjuar, por në të njëjtën kohë, ajo mund të ndikojë në gjumin tuaj. Studiuesit kanë treguar se konsumi i lartë i kafeinës mund të rrisë sasinë e kohës që juve ju duhet për të fjetur. Ju fjalë për fjalë do të flini më pak dhe do të ndiheni më të lodhur gjatë ditës. Keni rrahje të shpejta të zemrës dhe njëkohësisht përjetoni lodhje. Efekti i shpejtë i rrahjeve të zemrës nuk shfaqet tek të gjithë, por gjithsesi është mjaft i zakonshëm. Është provuar tek të rinj të cilët konsumojnë doza të larta kafeje, se kafeina mund të rrisë pulsin tuaj. Pirja e kafes gjithashtu nuk rekomandohet për ata njerëz të cilët kanë probleme me presionin e gjakut dhe njëkohësisht me zemrën e tyre. Metabolizmi juaj shpejtohet dhe bëheni të varur. Kafeina është një shtesë e djegjes së dhjamit. Studimet kanë treguar se ajo rrit metabolizmin tuaj me 3 deri në 11%. Sidoqoftë, është e rëndësishme që ju të jeni të kujdesshëm sepse disa njerëz janë intolerantë ndaj kafes dhe efektet negative janë më të këqija se sa pozitive. Problemi është se ju mund të bëheni të varur nga kafja dhe mund të konsumoni ujë mjaftueshëm, por përsëri do të mbeteni të dehidratuar. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.